media këtë e ka çuar. Okej, atëherë mirëmbrëma të gjithëve. Jemi në stadiumin e Pet Arena të Pragës, konferencën zyrtare për mediat kombëtare shqiptare në prag të ndeshjes Çeki Shqipëri që do të luhet pikërisht nesër në këtë stadium. Në konferencë zakonisht është trajneri Silvinho, i cili do të përgjigjet pyetjet tuaja, ndërkohë që do të kemi edhe mesfueshorin Nedim Bajrami. Do ta fillojmë me pyetje për Nedim Bajramin dhe më pas do të vazhdojmë me trajnerin. Atëherë pyetja e parë Endi Tufa, please. Mikrofon. Nedim, përshëndetje. Vim një vit pas atij goli mjaft bukur dhe që na dha një pikë këtu në Prag. Nuk e di si e sheh skuadrën tonë dhe si e sheh kundërshtarin në këtë ndeshje. Kemi shans të bëjmë diçka më tepër se sa që kemi bërë një vit më parë? Mirëmbrëma. Besoj se ai goli që kum bë është e kalume, sepse ka këqa kohë edhe nesër do jetë një sfidë e ndryshe, sepse është një skuadër shumë fizikisht edhe e din që na pret, domethënë e kena përgatit ndeshjen shumë mirë. Gjithë çunat janë gati edhe e dim nesër çfarë duhet me bëu në fush, edhe do ta japim maksimumin për me fitu, po rëndësi ka mos me hup ndeshjen se e dim se është një skuadër shumë fizikisht edhe e fortë në shtëpi. Otázka byla od toho krásného gólu, který jste tady skorovali přesně před rokem v Praze, tak jestli se něco změnilo a jak hodnotí, nebo respektive jak bude chtít hodnotit zítřejší výkon týmu Albánie. Odpověď zněla, že ten gól je už v minulosti. My jsme si vědomi toho, že česká repre je ve velmi dobré fyzické formě a bude to těžký zápas pro nás. Budeme chtít to zvládnout a bojovat. Nedim, në këtë, ndoshta do pyesim më pas dhe trajnerin, kemi patur shumë dëmtime, kemi patur disa mungesa. Si e sheh skuadrën tonë dhe sa gati në aspektin si fizik ashtu dhe psikologjik për një ndeshje që do të zhvillojmë nesër këtu në Prag? Otázka. Máme v reprezentaci několik hráčů klíčových, kteří budou chybět. Jak to vidíte na zítřejší zápas? Po e dim që na mungojnë ca lojtar, po besoj se gjithë skuadra është gati, kemi edhe çuna të ri edhe tani Tuçi që ka ardhur, e ka bërë stërvitën e parë sot me ne. Me kena prish shumë mirë, domethënë gjithë çunat janë gati, kështu që nuk ka shumë rëndësi. Domethënë e dim se na mungojnë Gjimshiti, Broja, gjithë ato lojtarët, po besoj se gjithë çunat janë gati këto që janë këtu edhe do ta japim maksimumin nesër për ndeshjen, sepse si thasha çpara do jetë një ndeshje një sfidë shumë e vështirë, se në shtëpi janë ato shumë të fortë edhe do të jem gati minutat e para sa të fillojë ndeshja. My máme několik hráčů, který nám chybí, to jsem si toho vědom, jsme si toho vědomi všichni, máme ale na druhou stranu nové posily a nové hráče, kteří by taky chtěli podat nejvyšší výkon. Každopádně chybí nám Gjimshiti i Broja, ale jak jsem řekl, máme i nové posily a čerstvé posily, bude to těžký zápas. Nedim, jam të dhe televizioni Klan. Nedim, cilësit I kemi, talentin e lojtarëve kemi, rëndësinë e ndeshjes e dim, po ashtu e din edhe çekët, po nga ana tjetër kush peshon më shumë, kush do ta ketë më shumë peshën, faktori psikologjik apo përgatitje fizike, taktike për këtë ndeshje? My víme, že bude to těžký zápas, akorát jaký bude ten hlavní faktor, který po případě bude hrát nejdůležitější roli v zítřejším zápasu, zda to bude psychická stránka věci, anebo ta fyzická. Besoj se çdo ndeshje ka peshën e vet, por besoj se nesër ne do të futemi në ndeshje për me dhënë maksimumin, sepse kena lujtë edhe të kaluam domethënë kundër Çekijës, e dim aq pak kundërshtarin e njohim, por nesër do jetë një sfidë shumë ndryshe, edhe besoj se atë e kaluam që fituam edhe barazimin që ato se kanë haruar akoma, edhe besoj se gjithë çunat edhe gjithë skuadra është gati për me
për me luajt atë lojën nesër se do jetë një lojë shumë e rëndësishme për gjithë. Jsme si vědomi toho, že i česká reprezentace bere i ten zápas velmi vážně. Ostatně byla jedna výhra s Českou republikou, posléze i remíza. Je to důležitý zápas i pro nás a budeme zítra podávat maximálně výkon. Nedim përshëndetje, Enos Kaço, Radio Televizion Shqiptar. Sa shqetësues është që do të luajmë mundësitë më të mira për të fituar grupin në një transfert ku nuk kemi fituar kurrë në histori? Jak je důležité hrát zítřejší zápas v podstatě s cílem vyhrát a postoupit ze skupiny? Besoj se për me fitu grupin është akoma herët për më thonë ai gjë, sepse ne gjithmonë shkojmë ndeshje për ndeshje, kështu që të shohim nesër çfarë do ndodhe. Ne do të futemi në ndeshje për me dhënë maksimumin, si thash para, dhe dim se do jetë një sfidë shumë e rëndësishme se nuk e kanë haru edhe ne dim edhe jena përgatitur shumë mirë për nesër. My jsme nachystaní na zítřejší zápas, podáme, jak jsem říkal i předtím, maximálně výkon a pokud jde o postoupení ze skupiny, tak na to je ještě brzo. Një vit më parë fituam pikën fal një individualiteti prej teje. Në këtë ndeshje, a do të mjaftoj veprimi individual apo duhet tjetër gjë për të marrë pikën apo dhe fitoren këtu në Prag? Je tady otázka, zda bude stačit po případě samostatný výkon nebo rozdílový hráč, který ten zápas by mohl rozhodnout, případně remíza. Besoj se si skuadër jemi një skuadër e fort, por kemi edhe lojtarë që janë individualisht fort, kështu që nesër është shumë rëndësi për ne për më fut ndeshje edhe për me pa çfarë do ndodhe, sepse këto në shtëpi janë shumë të fortë edhe minutat e para besoj se të futen edhe ato ndeshje që me dhon golin sa më shpejt, por ne jemi gati për nesër edhe të shohim çfarë do ndodhe nesër. Uvidíme, co se zítra, jak se bude vyvíjet ten zápas. Jsme si vědomi toho, že to skutečně bude těžký zápas. My jsme ale na to připraveni. Máme samozřejmě i několik hráčů, kteří by dokázali rozhodnout. Každopádně my se cítíme být silní jako tým. Can I have a question for coach? No, for the player. Yeah. Češtině. Češtině. Očekává hráč podobné zápasy, jako byly v loni proti českému týmu, nebo třeba ještě těžší? Popret čitietindeische ennäströmiä siktoši kančana prepaara, që kemi lojtur me Çekin apo çfarë mendimi ke do të jetë ndeshje e ngjashme për sa i përket rrjedhojës, siç kanë qenë ndeshjet më përpara? Besoj se nesër do jetë një sfidë shumë ndryshe sepse ato janë shtëpi këtu edhe ne dim që na pret nesër, gjithë jemi gati, e kena përgatitur ndeshjen, domethënë shumë mirë edhe si thasha që para këto në shtëpi janë një skuadër fizikisht e fortë që bën shumë presion edhe po. Očekávám, že zítřejší zápas bude jiný. Je to důležité pro oba týmy. O to víc, když Česká reprezentace hraje doma, tak i toho jsme si vědomí, že doma jsou silní. Kam më pyetje për Bajramin? Jo. No more question for the player? For the player. Okay. Ještě bych se zeptal, jestli spoluhráč Čazy mladší, případně Indy Tuči vypsali nějakou speciální prémii do kabiny za vítězství, protože tady budou hrát na svém domácím stadionu, kde působí ve Spartě. Për sa i përket Tucit edhe Laçit banën një si sfidë në kabinën e tyre, sepse duan të fitojnë edhe këtu brenda në shtëpi. Çfarë mendimi ke? Besoj se s'kemi fol shumë me Laçin edhe me Tuçin, e di se lozin këtu, por ka qenë një atmosferë shumë e mirë në gjithë skuadrën, po s'kemi fol shumë, domethënë në gjë sekrete kështu. Já jsem o tom s Lačím nebo s Tucim jsme o tom nějak nehovořili. My máme velmi dobrou atmosféru a přijeli jsme s velmi dobrou náladu.
Okej, kjo ishte pyetja e fundit për Beramin. Faleminderit Nedim. Atëherë kalojmë në pyetje për trajnerin Silvinjo, po. Përshëndetje minister, Endi Tufa Top Channel. Si vim në këtë ndeshje, kemi zhvilluar pak ditë stërvitje, një pjesë e madhe lojtarëve dëmtuar, nuk e di, jemi ne po aq të forta për ta përballuar Çekin në këtë ndeshje të nesërme, me kaq shumë mungesa sa kemi, me kaq shumë probleme për të parë atë që ne duam, dhe a vim këtu për fitore? Siamo abbastanza forti per vincere questa partita e andiamo qui per vincere. Atëherë, si zoti trener, htjel sam se zeptat, gdyż mamy z postu hráčů, kteří nám chybí v reprezentaci, tak cítíme se být silní a skutečně jsme přijeli vyhrávat? Percendetti, il Brahma. Ma guarda, noi abbiamo una sfida importante domani. Andiamo a giocare contro una squadra molto tosta, difficile, fisica, molta transizione, calciatori tecnicamente forti. Lui gioca con uno di loro, Cerny, Mancino, fortissimo, come lui. Socek, Kofal, Cervi, calciatori giovani, centrocampista, segnato contro l'Ucraina 2 volte. Loro hanno calciatori forti, è una squadra fisica, tosta, forte. Un attaccante che Cerri, sì, mi pronuncio il nome che non è giusto, Cerri è un grande, forte, un calciatore. Che vuol dire? Che certamente che noi andiamo qua a giocare, nessuno prepara una gara da pareggiare, anche a perdere, ma certamente di no. Uno prepara una gara per vincere, la possiamo, certo, andiamo a giocare, c'è 90 minuti in avanti, però è una squadra tosta, dura, difficile. Noi siamo preparati, abbiamo fatto 3 giorni molto buoni, sappiamo e andiamo al campo domani sapendo che si sa che si trova una squadra fortissima dall'altra parte. Do të jetë një sfidë e rëndësishme, duke qenë se skuadra çeke është një skuadër rash, por fizikisht shumë mirë dhe do të jetë vështirë. Ka tranzicione shumë të shpejta, ka dhe lojtarë shumë të mirë, Çerni një prej tyre, lojtar munxharash, është i ri, ka dhe mesfushor shumë të mirë, të cilët mund të shënojnë edhe gola. Sulmuesi i tyre po ashtu është një sulmues i madh dhe i fortë, por ne vim të luajmë, janë 90 minuta përpara, jemi përgatitur, kemi bërë 3 ditë përgatitje, asnjë trajner nuk e përgatit ndeshjen për të përbarazuar, por ne do të futemi në fushë për të dhënë më të mirë. Jak było rzeczeno, czeska reprezentacja my to považujemy za velmi silného protihráče, jak fyzicky, respektive i hráči, kteří hrají, jako například Černý nebo Souček či Coufal, skorovali i proti Ukrajině. Víme, že jsou na tom velmi dobře fyzicky připraveni. Nicméně nikdo nejde na zápas s tím, že bude bojovat o remízu. Budeme chtít vždycky vítězství. Tore? Minister, çfarë që në momentin kur erdhët këtu në stadium pash shumë të menduar, ka të bëjë kjo me formacionin, ka të bëjë me kundërshtarin, ka të bëjë me gjendjen e skuadrës, me çfarë ka të bëjë? L'ho visto pensativo, si tratta della formazione, sta pensando per la formazione, per la situazione della squadra, della formazione, della partita domani, che si tratta? Všiml jsem si, trenére, že jste hodně přemýšlel, proč je to těžké rozhodnutí ohledně formací nebo nějakých změn v kadru? Percendetti. Poi sì, come sempre, la vita, come di tutti gli altri allenatori, sono sempre pensieri, si lavora. Una nazionale c'è una cosa che te consumi questi 10 giorni. Ci arrivano i calciatori, c'è 10 giorni o di meno, in questo caso questa 2 trasferte anche di meno tempo da prepararci la gara, è ancora più difficile. Ma il pensiero non riguarda solo l'avversario, ma certamente anche a noi siamo molto convinti, praticamente abbiamo chiuso già la squadra, sappiamo che dobbiamo fare al campo, come l'ho detto, dall'altra parte c'è
una squadra tosta, dura, fisica, vediamo, bella gara da affrontare domani, bello ambiente, grandissimo calciatore, no? Che tutto è veramente molto veloce perché sono 6-7 giorni insieme da lavorare, non c'è tempo da perdere, poi a parlare, video, poco allenamento, molto video, alcuni spontini sempre con un calciatore o con altro per affrontare la gara di domani. Si gjithmonë jeta gjë, kjo është jeta një trajneri, duke u menduar, duke punuar. Puna në kombëtare është e tillë, duke qenë se janë rreth 10 ditë për të punuar, janë 2 transferta në këtë rast, kemi pak kohë për të përgatitur për garën, por është vështirë, është një ndeshje e vështirë. Jemi vazhdimisht duke parë kundërshtarin, por jemi të bindur për skuadrën të cilën do të zgjedhim dhe e kemi mbyllur pak a shumë skuadrën, formacionin. Është e vështirë, do të jetë e vështirë, por na pret një ndeshje e bukur, është një ambient i bukur, e tillë është puna në kombëtaren, e thash edhe më parë, duke qenë se çdo gjë ecën shumë shpejt, nuk ka shumë kohë për të humbur, kemi bërë vazhdimisht, kemi realizuar disa stërvitje, kemi pasur sesione videosh, por është pak kohë për të përgatitur, por e dim, jemi të bindur që duhet të futemi në fushë për dëm të mirën. Każdy trener przemyśli vždycky, když jde o reprezentaci, o to je to ještě těžší a po každé je třeba nad věci analyzovat jak videa, tak i ostatní stav, co se týče hráčů, zdravotní a podobně. Takže ano, patří to k tomu, nicméně během 10 dnů málo práce, málo času taky na transfery, 2 zápasy, je to vždycky těžké. My víme, do čeho zítra půjdeme, máme víme, který hráči budou hrát a taktéž, jak jsem i předtím řekl, známe soupeře. Elvis Regja, Supersport. Mister, në muajin maj, patët vështirësi, ose më saktë, u detyruat të largonit një lojtar sulmues si Cika Leshi. Ndërkohë sot kemi mungesa për sa i përket majës së sulmit. A mendoni që do ta ndjeni nesër vetëm prezencën e një sulmuesi të mirëfillt si Daku, pra që nuk do të keni alternativa të tjera? Mario le ha fatto una scelta di lasciare Zicalesci fuori. Abbiamo avuto delle mancanze nell'attacco. Lei pensi che con Daku lei ha difficoltà per fare una classe a Daku, sì, ha bisogno? Jeden útočník opustil reprezentaci ze zdravotních důvodů, neboť vlastně teďkom zůstává v útoku útočník Daku. Myslíte si, že takto se zítřejší zápas bude vyvíjet pozitivně? Per scendenti. Io imparo. Ma guarda, quanto riguarda già il 9, parliamo del 9. Poi mi ricordo che un mese fa avevamo Manai in Daku. In questo momento abbiamo Daku in Manai. Sono i calciatori che di solito vengono da noi praticamente europeo dopo europeo. Parliamo di questo periodo. Certamente sono 2 calciatori forti con caratteristica un po' diversa, ma purtroppo non abbiamo tutte e 2. Già mi ricordo che anche Manai là a settembre la seconda gara era un po' stanchino, la seconda gara poi anche per fare un cambio, ma quello è un lavoro di un allenatore e il lavoro di un staff. Noi dobbiamo trovarci una soluzione, andare in avanti. La nazionale ci permette, sì, di una parte lavorare in nazionale, ci mettono 10 giorni, devi fare tutto, poi di un'altra parte tu non lavori solo con 23, sempre l'ho detto, la nazionale è aperta, abbiamo 40 calciatori che possono venire, sono un waiting list, ma per dire la verità sono 60 che noi sappiamo che sono in giro. Fra poco abbiamo preso Tuzzi, che gioca qua, è un calciatore con buon fisico, sappiamo, certamente qua non sta giocando come un 9, lui è un trequartista, un centrocampista attaccante, ma che c'è un bel fisico, è arrivato oggi a Tirana, già ha preso un altro aereo, è arrivato a Praga un'altra volta,
Poi è un calciatore interessante, buono, abbiamo visto già da tempi fa, è la sua opportunità, sempre l'ho detto, io non ci credo in un esperimento, ci credo in un'opportunità. Ogni volta che un calciatore ha 15 minuti, 20, 45 o 90 è un'opportunità. Lui è un calciatore che può rifare da noi, o noi dobbiamo ripensare in una possibilità caso Daku non riesca a fare tutta la gara o una gara. Po flasim për një sulmues nënsh, një muaj më përpara ne kishim Manaj, por nuk kishim Dakun, tashmë është e kundërta, kemi Dakun edhe mungon Manaj. Dhe flasim për ta lojtarët të cilët i kemi pasur edhe gjatë Europianit dhe më pas Europianit. Janë të dy lojtarë shumë të fortë, por kanë karakteristika të ndryshme. Kujtohen që në ndeshjet e shtatorit Manaj ishte pak i lodhur në ndeshjen e dytë, por kjo është puna e stafit edhe një trajneri, duke qenë se duhet të gjerë zgjidhje për të ecur përpara me ndeshjet. 10 ditë janë, nuk është puna, gjithë puna e kombëtares nuk është e përqendruar në vetëm 10 ditë, pra gjithë stafi punon me kohë shumë të zgjatur dhe nuk punon vetëm me 23 lojtarë, punon me është një waiting list, një listë në pritje me rreth 60 lojtarë, të cilët pas të cilëve jemi vazhdimisht ne edhe që i njohim edhe i ndjekim. Këtë herë kemi marr Tucin, i cili është një lojtar që luan këtu në Çeki, fizikisht është lojtar fizik, është lojtar i mirë, nuk luan eksaktësisht si 9, luan më shumë si trekuartist dhe si mesfushor i avancuar. Ka ardhur në Tiranë me një herë pas ftesës e tani u desh të rikthehej përsëri këtu në Çeki. Është lojtar interesant që tani ka mundësinë për të shpalosur veten. Unë e kam thënë më përpara që nuk besoj në eksperimente, por besoj në mundësi që mund të jepen dhe nuk ka rëndësi nëse një lojtar luan 20 minuta, 45 minuta apo 90 minuta, por mund të ketë hapësirë për të qenë në kombëtare. Kështu që kjo është ajo që duhet të bëjë dhe stafi të krijojë në rastet kur ne do të kemi vështirësi me Dakun, i takon stafit të punojë dhe të gjejë zgjidhje në raste të tilla. Pokud jde o hráče Daku, tak je to tak, že teď máme Daku k dispozici a přiletěl za repre s tím, že předtím jsme měli Manaj a neměli jsme Daku. Takže teď jsou role obracené a my sázíme na jeho kvality. Ostatně to se ukázalo i v Euro. Pak máme tady ještě dalšího hráče, který hraje právě tady v České republice a je to Tuci. On je zajímavý hráč, má vlastnosti, je to pro mě zajímavý a pokud možno zdůrazňuji i rozdílný hráč. Nicméně Manaj například v posledním zápase cítil jakousi únavu, to jsem si vědom. V reprezentaci mají otevřené dveře všichni a my nepočítáme pouze s 23 hráči, ale s 60. Analyzujeme to a zjišťujeme, v jakém soustavu. Nicméně, jako například Tuci, když přiletěl do Tirany za reprezentaci, tak v zapětí například odletěl opět sem do Prahy právě na ten zítřejší zápas. Jeno, po? Përshëndetje, mister. Hola. Po thuaj se si kur zgjodhët ta bëni seancën zyrtare stërvitjes në Tiranë dhe jo këtu? Frikë ose shqetësim nga një sy vëzhgues i padëshiruar, apo ka arsye tjetër pse zgjodhët i privoni lojtarët nga ambientimi me stadiumin ku do të luhet ndeshja? Come mai lei ha deciso di fare l'allenamento prima in Tirana, prima di venire qui? Aveva lei paura di un occhio che si guardava lì o qualche altro motivo? Përshëndetje. Mirë brëma që kalove mirë, shumë mirë, faleminderit. Proč trénink proběhl v Tiraně? Máte nějaký silný důvod pro to, že jste se připravili na ten zápas v Tiraně? Pardon. Ma no, è una semplice come tutta la verità sempre si dice, e così funziona. È una questione di logistica. Avevamo un aereo che era molto vicino alle 5, aveva una possibilità piccola, ma se succede qualcosa, da perdere il giorno di allenamento. Da ripensare 10 giorni fa, 15 giorni fa, in federata, eravamo tutto tranquillo lì.
e abbiamo deciso, certamente io è l'ultimo, da fare allenamento a casa. Anche io mi rido un po' perché abbiamo una città sportiva bellissima, the House of Football, vero Fadion? Sì. Ma chi certamente si vede tutto perché è tutto molto aperto, gli abbiamo fatto l'allenamento lì. No, non c'entra niente, era una questione solo di logistica e niente in più. No, niente in più. Grazie. Jo, ishte thjesht çështje logjistike, ne kishim një fluturim që duhet ishim këtu në orën 5 dhe gjithmonë për të mos rrezikuar që në rast të një vonese që ne të humbisim stërvitjen, vendosëm, diskutuam vazhdimisht në federat dhe morëm vendimin që ta zhvillonim në shtëpi. Ne kemi një qendër sportive shumë të bukur, por që është vërtet është e hapur, por nuk ishte ky motivi i zgjedhjes së bërjes stërvitjes në çekip, në shtëpi, por thjesht është logjistike. Tady není jiný důvod, pouze je to logistický důvod, kdy takto jsme to museli vyřešit a hlavně kvůli cestování. Měli jsme tady být v 5 hodin, skutečně nemáme jiné důvody, proč jsme trénovali tam, takže i když tam máme podmínky skvělé, jediný důvod je logistika. Yes. Já bych se ptal trenéra, jestli zjišťoval nějaké informace o českém týmu i o Chazima Lachiho a co vůbec pro Chazima ten zápas znamená a jestli třeba trenér by neprozradil, jestli bude hrát v základní sestavě, když je tady jeho stadion, v uvozovkách jeho teda. Për sa i përket informacionet të kombëtarës shqiptare dhe përfaqësuesit Chazim Lachi, keni gjetur ju si trener informacione nëpërmjet këtij lojtari? Edhe kjo një pyetje dhe pyetja e dytë, nëse mund të na tregoni që do të lozë nesër Lachi? Lachi giocherà domani e avete chiesto a lui a dare informazioni sopra, siccome lui gioca qui a Cechia, a dare informazioni per la squadra di Cechia. Due domande, una si gioca domani e la seconda se lei avete chiesto a lui di dare un po' di informazioni sulla Cechia. Ma guarda, iniziamo dalla seconda. Io ancora non ho chiesto a lui tanto che i suoi compagni, i calciatori che giocano, lui gioca il campionato. Ma chiederò questa sera. Se lui non mi risponde bene, non gioca. Se risponde bene, gioca. E nisim nga pyetja e dytë, nuk I kam kërkuar të më jap informacion rreth shokëve të skuadrës me të cilët luam, por do ta pyes sonte dhe në varësi të përgjigjes së tij do të vendosim nëse të jetë pjesë e formacionit apo jo. Ja sam se neptal, ale dneska večer se optat budu a pokud ta jeho odpověď nebude natolik důležitá, tak je otázka, zda ho zítra pustím na hřiště. È l'ultima vez che portiamo due calciatori, per quello non va bene. Mister, Tuffa. ancora una volta. Andi. Edhe një mister, sepse më bëri përshtypje gjatë gjithë kohës të konferencës si Bajrami ashtu dhe ju, përmendit forcën dhe nivelin e skuadrës kundërshtare që kemi. Ne si na shohin ata, jemi ne në nivelin e këtij kundërshtari, jemi ne të rrezikshëm për ata dhe të vështirë për ata? Anche Bajrami ha menzionato qualche volta che il livello è troppo alto della squadra della Cechia, sono toste, sono difficili, ma loro come vedono a noi? Siamo pericolosi per loro? Jak vy, jak trenér, tak I Bajrami, útočník, jste oba dva zmínili to, že česká repre je silný protisoupeř. Jak myslíte, že oni vnímají nás? Certamente quanto riguarda l'avversario, di solito parliamo tanto dell'avversario, è quello tosto, difficile, una squadra che è abituata a giocare a livello alto, ma certamente è giusto. Se parliamo da noi abbiamo cresciuto tantissimo fino a qui, ma dobbiamo crescere ancora di più, dobbiamo ancora migliorare tanto, ma abbiamo cresciuto tantissimo. Stiamo facendo un bel percorso e abbiamo calciatori, come l'ho detto qui a Nedim, che ha fatto un trasferimento importante, gioca al Rangers, campionato duro, difficile. L'ho detto che lui va
imparare tantissimo lì, è fisico, è forte, è competitivo. Andare al campo domani, vedere il calciatore del livello da lui, di Cerny, che gioca in Cechia, poi loro sono lì, sono vicino. Bellissimo, noi abbiamo cresciuto tantissimo, abbiamo calciatori importanti, bello, sì, magari possiamo vedere una bellissima gara domani, abbiamo calciatori anche forti. Senso di inferiorità? No, non penso nel senso, sono due squadre, sono due federazioni diverse, due squadre diverse, loro sono pronti, quella è una squadra che è abituata a fare tutto l'anno, tante gare, vincere, mondiale, europeo, noi stiamo crescendo, stiamo facendo bene, molto bene, è un periodo molto importante per noi in Albania. Abbiamo fatto un europeo, stiamo crescendo, ma certamente dobbiamo capire, non parlo di un paragone con Cechia o con Polonia o con Ucraina o con Croazia o l'Italia o l'Spagna, ma ognuno ha una storia, noi dobbiamo costruire la nostra. Për kundërshtarin, siç e përmendëm më përpara, kur flasim për kundërshtarin, themi që është një ekip i vështirë, është ekip i ashpër edhe luan në nivele shumë të larta, kanë luajtur në kampionate europiane, botror. Ne si skuadër jemi rritur vitet e fundit, jemi përmirësuar, por duhet të përmirësohemi akoma dhe më tepër. Kemi bërë një rrugtim shumë të bukur, kemi lojtarë të mirë të cilët po luajnë në nivele të larta. Këtu kemi edhe Nedim Bajramin, i cili së fundmi bëri një transferim tek skuadra e Rangers, edhe një kampionat ndryshe, kampionat i vështirë, kompetitiv, ku që luajnë edhe lojtarë të tjerë, një për të cilëve edhe Cerny, i cili është lojtari çek, që është lojtar fizik edhe i fortë, por ne kemi lojtarë shumë të mirë edhe mendoj që do të kemi një ndeshje shumë të bukur nesër. Për sa i përket sensit të inferioritetit, nuk mendoj që ka një sens inferioriteti, thjesht jemi dy skuadra të ndryshme. Por nëse shohim ekipin çek, ata kanë bërë europiane, kanë bërë botror, kanë bërë europiane sërish, ndërkohë që ne jemi një skuadër që po rritemi. Kemi pasur një periudhë shumë të mirë me kombëtaren, shkuam në europian, kemi bërë kualifikuese të mira, nuk dua të bëj paralelizma me Çekin, me Kroacin, me Polonin apo me Spanjën. Ky është rrugtimi jon, kështu që do të shohim se do të ecim. Mi jsme reprezentaci, která je v růstu, my musíme dál pracovat na tom, abychom se zlepšili a hrali vždycky pokud možno dobré zápasy. Nicméně pokud jde o sílu v české reprezentaci, tak ta ano, tam to je, nicméně i Bajram jako útočník hraje za Rangers, kde se považuje, kde je ostatně i tam se hraje velmi silový fotbal, ale taky mají i Černýho jako hráče z české reprezentace, který to taky zná. Já jsem si jistý, že to bude dobrý zápas zítra a pokud jde o českou reprezentaci například, tak ta vždycky po případě hrála, pokud šlo o Euro či mistrovství světa, byly vždycky dobré zápasy, dobré výkony podané. Naše reprezentace je v růstu, máme za sebou Euro a musíme dál na tom pracovat. Last questions, please. Pyetja e fundit. Okay. Pane Salvinho, pokud se nemýlím, naposledy na trávník stadionu Letnas nastoupil jako hráč před 24 lety v dresu Arsenalu. Tenkrát vy jste střelil vlastně první svůj gól v lize mistrů do sítě pražské Sparty a byl to krásný gól. Což má zajímavou spojitost ten zápas jako zítřejším, že tenkrát Spartu trénoval Ivan Hašek, současný trenér české reprezentace. Chtěl jsem zeptat, pokud máte nějakou vzpomínku na tento zápas, samozřejmě to bylo před 24 lety, Arsenal, Sparta Praha, Liga mistrů, ale i tak možná něco si vybavujete. Taky vlastně jako hráč se nastoupil i do více zápasů proti českým týmům, tak pokud taky můžete si něco vybavit o českém fotbalovém zázemí. Për sa i përket është një histori, tashmë para 24 viteve kemi lojtur me Arsenalin këtu në Prag
dhe kundër Spartës keni shënuar një gol, nëse e mbani mend këto impresionet dhe çfarë keni si ndjenja për këtë rast, kur bëhet fjalë që në atë kohë ka qenë edhe trajneri i Çekisë Hashek. Tani nëse ju kujtohet diçka nga kjo ndeshje, keni bërë edhe ndeshje të tjera kundër Çekisë. Çfarë emocioni keni për sa i përket futbollit këtu në Çeki? 24 anni fa lei ha giocato con Arsenal contro la Sparta Praha qui, avete segnato un gol. In questo tempo l'allenatore della Cecchia, Hasek, stava giocando. Sì. Cosa ti ricordi di questo tempo, del calcio nel questo tempo? Che emozioni ti dà? Ci dà tante emozioni, sì, è bello. Il tempo passa veloce, ogni giorno è un regalo da vivere, provarci a fare sempre bene. Sì, abbiamo detto anche che il ragazzo oggi, una giornata un po' lunga, io mi ricordo un po' della gara, ha fatto un bel gol, veramente un bel gol con l'Arsenal. Io che non sapevo che il suo allenatore era qua, Ivan Hašek, ma lui è una persona esperiente, vuol dire che tutti e due, anche lui e io già siamo di un po' più avanzato noi in età. Tanti anni fa, io lo so che lui è un allenatore esperiente, ha fatto un percorso in Giappone, Qatar, allenato in Francia, poi un bello allenatore, c'è una bella esperienza indietro. Poi io sono sicuro che tanto lui come io volevamo andare al campo a giocare, ma oggi siamo un po' vecchiotti, siamo fuori allenatori. Ah sì, un bel gol, bella esperienza. Ka pasur emocione në atë ndeshje, ka qenë një ndeshje e bukur, koha në fakt kalon shumë shpejt edhe çdo ditë du ta shikojmë si një dhuratë edhe për ta jetuar, për të bërë mirë. Sot ka qenë një ditë e gjatë dhe këtë po diskutoja edhe me stafin. Ka qenë në fakt një gol i bukur tani që e kujtoj, nuk e dija që trajneri i Çekisë ka luajtur në ato kohë. Të dy tashmë kemi avancuar në jetën tonë, kemi kaluar në një stad tjetër, e njoh pak si trajner, ka trajnuar në Japoni, në Katar, në Francë, është një trajner i mirë. Besoj se të dy ne do donim që të ishim fakt në fushë dhe të luanim në fushë, por jemi pak të vjetër tashmë për atë gjë. Bil to krasni pocit, a je to krasni pocit pořád, vzpomínám si na to. I na Haška, my jako hráči, teď jsme už starý, takže i když rádi, ale nemůžeme už jít na hřiště a hrát fotbal. Nicméně za tu dobu jsme prošli nějakýma změnama v profesi. Hašek má zkušenosti i z Japonska, z Kataru s trénováním. Jak jsem řekl předtím, tato zkušenost je v mé hlavě a mám z toho vždycky krásný pocit a nezapomněl jsem na to. It's a long time ago, mate. Long time. It was a brilliant. Okay, faleminderit. Kjo është edhe pyetja e fundit. E mbyllim këtu këtë konferencë. Faleminderit për praninë dhe gjithë mirat. Natë mirë. Thank you. Grazie.